Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me lajmet e orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Çështja e presidentit ka hyrë në orët e fundit pa një marrëveshje mes partive politike mbi një emër konkret që do të siguronte mbështetjen e të paktën 80 deputetëve të kuvendit. Në ditën e fundit ndonë se janë intensifikuar takimet mes kryetarit të vetëvendosjes, njëherësh kryeministrit Albin Kurti, me kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjikut dhe ATPDK-s Bedri Hamzën, ende nuk ka asnjë dakordim për emrin konkret. Edhe pse vendi rrezikon të hyjë në një krizë të re politike në rast se kuvendi nuk voton për emrin e kreut të ardhshëm të shtetit në 24 orët e mbetura. Kryeministri Kurti, partia e të cilit ka 57 deputet në kuvend, mjaftueshëm për të nominuar një kandidat për president, ka theksuar se synon një figurë që mund sigurojë mbi 80 vota në kuvend. Mandati i presidentës aktuale, Vjosa Osmani, përfundon më 4 prill, ndërsa afati i fundit për zgjedhjen e presidentit përfundon brenda 24 orësh. Ish shefi i UDB-s Aleksandar Vulin, aktualisht kryetari i Lëvizjes Socialiste në Serbi, ka kërkuar më sulme kundër Kosovës dhe kryeministrit Albin Kurti si dhe çdo individi që ka politika antiserbe. Vulin në një emision në medjet në Serbi ka thënë se Serbia duhet ta sulmoj Kosovën sikur Izraeli e Mosadi që sipas tij sulmon çdo që është kundër tyre. Vulin aktualisht nuk ka asnjë pozitë shtetërore, megjithatë ai shërbeu qeverisë së Serbisë si drejtori i zyrës për Kosovën nga viti 2012. Ministër pa portofolë për Kosovën, Shafi Bias dhe së fundmi zëvendës kryeministër i Serbisë. Nuk ka dorëzim, Kosova është Serbi. Këto janë mesazhet e vendosura në ambientet e jashtme të ambasadës së Kosovës në Berlin, ka njoftuar Ministria e Punëve të Jashtme. Mbi shkrimet e vendosura përmbajnë slogane nacionaliste dhe nxitse, përfshirë mesazhe si dhe thirrje të tjera me konotacion propagandistik dhe përçarës. Menjëherë pas identifikimit të këtij akti, ambasada e Kosovës në Berlin ka njoftuar autoritetet kompetente gjermane. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte gjatë vizitës në Shkup u prit me nderime të larta shtetërore nga presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Sjanovska. Atje Rutte foli për Kosovën, ai tha se KFOR-i vazhdon të luajë rol të rëndësishëm për sigurinë e qëndrueshme në Kosovë. Radio Televizioni i Kosovës po përballet me rrezikun e tërheqjes së mbi 800.000 eurove nga llogarit pas një procedure përmbarimore të iniciuar nga kompania Grand Media. RTK ka kërkuar shtyrjen e pagesës deri në vendimin përfundimtar të Gjykatës Supreme, duke paralajmëruar se ekzekutimi i menjëhershëm mund t'i bllokojë llogarit, t'i rrezikojë pagat e punonjësve dhe ta dëmtojë funksionimin normal të transmetuesit publik. Sipas kërkesës së RTK-s, institucioni ndodhet në pamundësi objektive financiare pasi ende nuk është bërë ndarja e buxhetit për këtë vit, ndërsa ekzekutimi menjëhershëm do të rrezikonte funksionimin normal të transmetuesit publik. RTK ka paralajmëruar gjithashtu ushtrimin e mjeteve të mëtemi juridike, duke e konsideruar situatën si një rrezik serioz për interesin publik dhe funksionimin e një institucioni me rëndësi kombëtare. Të nderuar shikuesi, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 9.